Një nga detajet që po bën bujë nga koncerti madhështor që fenomeni shkodran Louise Ailey po mban mbrëmjen e sotme në pej të Kosovës është përfshirja e moderatores bukuroshe Kiara Tito. Si gjithmonë Luizi me mendjen dhe zemrën tek ajo edhe në koncert nuk harron ta marrë me vete edhe pse jo fizikisht. Disa pamje teje të ëmbla po bëjnë xhiron e rrjetit. Në to shfaqet Luizi teksa flet me videokoll me bashkëshorten e tij, e cila ka qëndruar deri natën vonë për t'u përshëndetur me qindra shqiptarë që kishin shkuar për ta dëgjuar partnerin e saj. Ky moment ka përcjell një dozë të madhe emocionesh që rrallë herë çifti i zemrës arrin të përcjell në të tilla kushtesh. Pjesëmarrja e moderatores bukuroshe Kiara Tito ka emocionuar të gjithë njerëzit e mbledhur në atë vend. Gjatë performancës së tij, teksa po interpretonte njërin nga baladat e tij më të adhurueshme, Louise ndaloi për një moment dhe i ftoi të gjithë të pranishmit të ndanin me të një moment shumë special. Me një buzëqeshje të ngrohtë dhe një emocion të dukshëm, ai nxori telefonin e tij dhe mori në një videotelefonat me bashkëshorten e tij, Kiara Tito. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt çiftit, i cili vazhdon të jetë ndër më të ndjekurit dhe më të pëlqyerit. Kiara arriti të transmetonte një ëmbëlsi me përshëndetjen e saj gjatë performancës së Shkodranit të zemrës. Ky moment emocionues u shoqërua me duartrokitje të zjarrta nga të pranishmit, duke treguar edhe një herë lidhjen e fortë mes tyre. Pas telefonatës, Luizi vazhdoi performancën e tij duke sjellë edhe më shumë emocione. Telefonata e tij për Kiarën është duke bërë xhiron e rrjeteve sociale, duke emocionuar jo vetëm publikun atje, por edhe ndjekësit e shumë të çiftit. Një tjetër moment që tregon anën e ndjeshme dhe të sinqertë të Louise Ailey, i cili vazhdon të jetë një nga artistët më të dashur për shqiptarët. Me siguri koncertet e tij do vazhdojnë dhe ai do marrë edhe më shumë dashuri dhe emocione tek publiku që vazhdon ta dojë dhe ta vlerësoj pafund në çdo dalje që ai bën në skenë.